Do të flasim për zhvillimet politike në mbytyje të kësaj jave, por jo vetëm nga politika, do të vendosim theksin edhe tek drejtësia, zhvillimet që presin pas kthimit nga Amerika, sidomos të kreut të SPAK-ut, lëvizjet për dosjen Balluku, por edhe në raport me aleatët, fshinjet që kanë dominuar këtë javë, pra zhvillimet, marrëveshjes sa me Greqinë, me Italinë, gjitha këto çështje. Do të diskutojmë me zotin Fatmir Merkoçi. Zotin Merkoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Do ta nisim nga shtëpia juaj, Partia Demokratike, ndërkohë që po presim garën, në fakt fituesi dihet, por edhe për sy faqe nuk janë lejuar kandidaturat e Sajlianit, Kokalarit, Alessia Balliut. Deri tani janë pranuar dokumentet për një mjeke që është pjesë e QSOT-s, të cilën edhe Flamunoka e vlerësoi si demokrate, ndryshe nga të tjerët. Ju si mendoni ky proces e çon para apo pas Partinë Demokratike? Ta nisim atë të parën që thatë shtëpia ime nuk është e ime, është e gjithë shqiptarëve. Po kam fjalën për kontributin tuaj si një ndër edhe themeluesit e saj. Pikërisht, prandaj po të them që ne kur ngritëm për t'i dhënë Shqipërisë një opozitë reale, një të djathtë dhe aq më shumë një të djathtë konservatore, gjë që i mungonte prej 50 viteve këtij vendi. Gjë që me kalimin e kohës tregoi se nuk u realizua dhe nuk u bë, megjithëse pati përpjekje të shumta, por gjithmonë përpjekjet ishin në dështim. Dhe derisa arritëm tek ajo që quhesh rithemelimi i partisë, e cila erdhi me idenë e një partie konservatore të djathtës, por çuditërisht ndeti aty në qendër, pra nuk ka asnjë lloj nocioni të së djathtës e jo më të partisë konservatore. Gjithsesi, në atë parti tashmë po krijohet një garë me disa kandidatura të cilat nuk kanë staturën për të drejtuar Partinë Demokratike, opozitën, apo nesër për të qenë kryeministër të vendit. Po, sa për sy faqe edhe mund lejoheshin persona që kanë shprehur ambicien, ndoshta për publikun, për të krijuar idenë që diçka funksionon pak a shumë demokracia aty. Që aty nuk funksionon demokracia, nuk ka se si të funksionojë, sepse në një parti të qendrës nuk mund të funksionojë demokracia në atë lloj gjykimi dhe mendimi që kanë njerëzit për të djathtën. Sepse ka një keqkuptim. Emërtimi nuk do të thotë se ti je. Në një shkrim timin, kam thënë që një njeri që ka emrin Virgje Resh, nuk mund quhet e Virgje përsa kohë punon semafor. Po, tani atëherë pse hapi Berisha këtë garë aty? Ndërkohë që mund të mos e hapte fare. E hapi garën për të thënë sepse mbaron mandati sipas statutit dhe sipas statutit duhet bëhet një garë. Problemi nuk qëndron, unë kam pas një nga këta, kam pas edhe më vjen turp, sinqerisht, më vjen turp që dalin kandidatë të tillë dhe nuk dalin ata kandidatë të cilët duhet të marrin përsipër bërjen e Partisë Demokratike. Kush janë ta? Keni emra? Dëgjoj, emra ka sa të dush. Shqipëria nuk vuan për emra, Shqipëria nuk vuan për pjesë, por ju them vetëm kaq, në të gjithë këto që ju shikoni, emra, më gjeni kush është pjesa e reaksionarëve, pjesa e shtresës përmbysur, s'ka asnjë. Dhe këtu të vjen keq. Këtu të vjen keq sepse këta vinë dhe në të gjithë etapat e tyre nuk kanë ngritur asnjë kauzë, nuk kanë ngritur asnjë alternativë, nuk japin asnjë zgjidhje. Dhe kjo është fatkeqësi. Po, me që jemi këtu, çfarë po presin këta? Kur do ngrihen? Dëgjoj, nuk ngrihen për një arsye të vetme, sepse ajo parti është bunker, nuk është se është partia hapur. Atje thohet që hapet partia dhe unë kam thënë për shkakun që ju deklaroni që hapet partia, po si hapet? Kush është forma? Një nga kërkesat e mia dhe një lëvizje ime ka qenë për të krijuar fraksione brenda partisë. Gjë që nuk e lejuan. Berisha tha që do ta lejonte te kongresi Kuvendi i Madh, po.
e tha, po me të thënë e me bëri daj lumi tërë, nuk diskutojmë këtë. Diskutojmë atë që është konkrete. Diskutojmë atë sepse këtu është djegja e etapave. Dhe të djegësh etapat në një parti apo në një vend, do të thotë që ta çosh atë vend drejt humbjes. Çka do të thotë? Nëse ti thua do bëj primare dhe je në konceptin e partive të qendrës, to primare janë koncepti partisë të djathtë dhe konservatore. Çka do të thotë? Që brenda partisë duhet të ketë fraksione. Pra, këta individ që dalin dhe dalin kandidojnë, çfarë fraksioni përfaqësojnë ta? Çfarë rrymë përfaqësojnë ta në parti? Absolutisht nuk del asnjëri të thotë një gjysmëfjalë. Këta nuk kanë asnjë kauzë, asnjë alternativë, asnjë zgjidhje, asgjë. E vetmja gjë e tyre, se unë e kam dëgjuar gjatë gjithë. Saliani ka shpalosur një platformë me gati 10 pika. Po nuk janë pika të cilat janë alternativë. Ato janë pika të cilat ti i hedh, pra pika të Hiki Berisha. Fillojmë të çajmë Berishën, çajmë partinë, se e keqja më e madhe është se në momentin kur ju hikin ofiqet, kur ju hikin postet, kur ngelin pa gjë, e shohin veten jashtë lojë, atëherë fillojnë edhe kundërshtojnë. Një nga kërkesat për shembull, ose një nga debat që unë doja të bëja ishte që në shtator Berisha si ka mëruar mandati. Po, pse nuk u kujtuan këta në shtator dhe të bënin një kërkesë, pra ta fillonin luftën qysh në shtator, për të bërë një kërkesë në gjykata, për t'ia drejtuar gjykatës. Aty do dilë edhe tani, sepse ju jeni përveç kontributit politik, jeni mjaft mirë dhe pjesën e ligjit avokatisë. Tani, ky paralajmërimi që bën Saliani me Alesia Balliun, mund ta fusë PD në një spirale tjetër ligjore për sigurisht pak vite më parë për vulën e firmën? Jo, nuk e fut për një arsye të vetme. E para herë që kur të bësh një kërkesë, duhet t'ia drejtosh gjykatës partisë. Pra, partia ka një gjykatë aty. Nuk merret shkresa dhe gjithë gjëja do bëhet me shkrim. Që ti thua, sepse nuk merret gjykata, nuk merr a priori se çfarë debatesh ke bërë ti në televizion e në për gazeta. Merret me shkresën. Sot ai thot, është hap gara për partitë dhe urdhëro hajde regjistro. Nëse ti regjistrohesh, atëherë ai duhet të kthejë një përgjigje. Po pse atë parën e mori parasysh në rastin e Bashës? Se çdo gjë ishte me shkresë, ishte zyrtare. Ishte një konflikt, themi, u kthye në një konflikt zyrtar, sepse edhe PD-ja çoja të kongresin jashtëzakonshëm, u mor një vendim gjykate, u përplasën 2 vendimet e gjykatës, pra kishte një rrugë ligjore, themi. E drejt apo e pa drejt nuk ka rëndësi, nuk i futemi kësaj. I futemi vetëm asaj që kishte një vendim gjykate për rithemelimin, kishte një vendim gjykate të Lulzim Bashës. Kishte Lulzim Bashë, pra ne nuk e morëm parasysh dhe u zgjat ai shumë, sepse Lulzim Basha vërtet kishte dhënë dorëheqjen. Por nuk e kishte depozituar, nuk e kishte marrë me shkrim këtë lloj dorëheqje. E kupto ku është, dhe këta njerëz të cilët kishin marrë një vendim, nuk e kishin pasqyruar vendimin e kuvendit të korrikut të 2021-shit, nuk e kishin pasqyruar në gjykatë. Pra kishin një ngërç ligjor dhe prandaj u zgjat derisa erdhi në fund fare, u bë ai vendim që u bë, që pastaj kaloi në mënyrë institucionale tek Partia Demokratike që drejtohej nga rithemëlimi. Dakor? Në këtë kushte, pra zgjatja e këtyre gjykimeve shkon aq shumë sa unë ja u thash, do e bënin gjykim, po çfarë vlerë ka se ti e çove në gjykatë? Nuk ka asnjë lloj vlere sepse procesi mbaroi. Problemi është ta bësh përpara se të filloj procesi. Që ti të kesh mundësinë, por thash, duhet të bësh një kërkesë, po për çfarë e bën? Do ta bësh thjesht që pse nuk zbatohet statuti i partisë. Dhe këtë do ta çosh në gjykatë të partisë. Gjykata e partisë do dalë me një vendim. Atë vendim do e godasësh. Po nuk mund të godasësh a priori. Këtu nuk po i dal në mbrojtje askujt, do të kuptojmë në drejtë, mos keq interpretohet. E kuptoj, jeni në parim.
Po bëj anën ligjore se si bëhet në mënyrë institucionale. Është njësoj si kur të heq nga puna. Në momentin që të heq nga puna, ti duhet ndjekësh një rrugën administrative, pra duhet i drejtosh institucionet më të lartë, kthej përgjigje, pastaj aty më të lartë deri te ministri, pastaj duhet shkosh në gjykatë. Se nuk shkohet direkt në gjykatë, se thotë gjykata kush është rruga që ke ndjek ti. Pra, pa ndjekur një rrugë administrative nuk mund të shkosh. Nuk mund të shkoj në Strasburg pa e zauruar gjitha hallkat e sistemit gjyqësor Shqipëri. Gjithë shkallët. E kjo është gjithë ideja. Ajo që unë vura e re, se ma sollën dhe më thënë, unë vura e re kriteret që kishte vendosur. Kriteret ishin përjashtuese për gjithë. Sa aty në një nga kriteret thoshte duhet të kesh 10 vjet drejtues i lartë i shtetit, pra ti të kesh qenë drejtues i lartë i shtetit. Po nëse do vend drejtuesin e lartë të shtetit për 10 vjet që ka qenë, para 10 vjetësh apo brenda 10 vjeçarit, do vem këtë lloj drejtuesi. Atëherë lind pyetja. Po pse era kjo Partia Demokratike? Pse u shkërmoj kjo Partia Demokratike? Partia Demokratike u shkërmoj pikërisht kanë kjo lloj administrate që kishte. Pikërisht sepse ajo parti nuk u lejua debati, nuk u lejua mendimin ndryshe, nuk pati absolutisht në atë parti nuk ka vot, se është votë deleguar, e ma e men shumë mirë, kur u zjo Lul Basha mas humbjes së 5, u zjo Lul Basha sepse piu kafe me Berishën ditën e votimit, piu kafe dole herë në gjithë mediat e dhanë edhe maroj filmi. Pra, vota ty është deleguar. Ti nuk po lufton për vot brenda partisë. Se ti e di shumë mirë, supozojmë, ne kemi pas rastin e deputetit i cili ka deklaruar publikisht që unë kam vjedh vota për Lul Bashën, kur i kam vu. Po, është vërtet. Po. Pra, kur ti e deklaron vetë, ose ka filmime ku thot nga 130 vota, futja më thot 250 se Suboq Ahmeti vej shkruajtur se s'kush po. E kupton? Po unë këtë e kam denoncuar në momentin kur ka ndodhur. Në momentin e primarëve të para. Dhe kam dalë dhe kam thënë që këtu është votë deleguar dhe këtu komando Soros. Tani unë bëj pyetje, kush nga këta që janë kandidat ka goditur Sorosin? Asnjëri. Asnjë. Dhe çfarë alternative bëjmë dalin nëpër televizor shajm. Se çuni Berisha u bë pasanik, ka atë pa dhënë si gjë konkrete. Një e para. Dhe e dyta, nuk bëhet politika në këtë lloj forme. Nëse do ta godasësh Berishën, do ta godasësh me alternativë. Pra, të përballesh me alternativë. Po në momentin që ti nuk shfaqe si lloj alternative, nuk ngren asnjë kauzë. Çfarë kauze kanë ngritur këta njerëz për kaq kohë sa kanë qenë parti? Absolutisht asgjë. Zoti Merkoçi, me gjithë analizë që bë, i shuat shpresat atyre që mendonin që nga Partia Demokratike do dilte një magjar shqiptar, si në rastin e Hungarisë. Po nga Partia Socialiste ka shanse? Ku do të dalë Elisa Spiropali me këtë që ka nisur? Absolutisht, edhe aty është e njëjta skemë. Për sa kohë komandon Njishi, është e njëjta skemë. Po, si duket e ka nisur pak thim mbrapa këtë rrugë. Po, nuk ka punë se e ka nisur ajo pak thim mbrapa. Ajo është pak thim mbrapa. Sepse asaj i ikën ofiqet. Ju thoni që momentin që ikën ofiqet reagoi. Në atë moment reagoi, nuk e di se ka reagu përpara. Se unë këtë ju kam thënë, si ke njëre dhe pala tjetër. Por, mu më tepër më dhem PD-ja. Por, edhe të pala tjetër. Përse dhe keni pa në një ju që të dali dhe ta kundërshtoj në momentin kur është ministër? Jo. Keni pa në ministër dorëzoj mandatin e thot, jo, ose mandatin e deputetit dhe thot, jo, ky njeri është i tillë, unë e dorëzoj mandatin se nuk e... Dhe këtu pastaj merr formë politike. Po veprim politik. Nuk ka akt. Kur ti nuk ke veprim politik dhe ke kulturë, se është kthyer në kulturë kjo. Dhe po të shohim në 35 vite rresht, të gjithë njerëzit që janë larguar, të gjithë kanë filluar dhe kanë sulmuar. Kanë hedhur vrerë. Po tezat që ndrojnë, tezat që ngre Spiropali? Po janë pabesueshme. Sepse është, edhe Spiropali është motamo si Ben Ametaj. Motamo.
Do me thënë, Benameta del në për televizore, shanë Ramën, shanë këtë, shanë atë, dhe vetë del sikur është i pastër. Sikur është ky është i kumuar. Më kujtova Ngjush Dakon, që dilte në televizor thoshte jam akullore. Dhe përfundoi në burg. Duhet përfundonte shumë e keq, ë. Që ishte skandal ajo që dënuan, por gjithsesi u përball me drejtësinë ky akullorja. Pra, Spiropali, mos harrojmë se i shoqi Spiropalit është në SPAK. Mos harrojmë se Elisa Spiropali është e themi në opinionin publik, nuk e vërtetoj dot, unë nuk kam drejt ta ngrej, por në opinionin publik gjithkush e di që kur ka qenë drejtoresh e Portit Durrësit iku me 5 milionë euro. Afer. Pra, nuk janë këta nuk debatojnë. Keni fjalën për tatimet, ku ishte tek doganat. Isha atëherë. Unë po them, nuk debatojnë këta, se edhe kur ngrihen, se kjo është e keqja e Shqipërisë, këta ngrihen nga hiçi. Pra, ngrihen nga hiçi duke mos qenë kërkushi, merresh dhe vendosesh në poste politike, diplomatike, deputeti, ministri, presidenti, pa pasur asnjë lloj kontributi dhe pa qenë politikan. Këta politikan, unë kam thënë gjithmonë, këta politikan bëhen momentin që marrin atë kartonin e deputetit, ai thot del në televizor, thot unë jam politikan. Ai nuk di ç'është politika. Nuk e ke lexuar një herë të artikuloj një shkrim gazete. Një shkrim t'ja lexosh mendimin, nuk e kam. Ato që lexojnë atje, keni parë dhe debati që bëhen në parlamentet, është niveli më i ulët i inteligjencës njerëzore. Por dalë në vetëm shajnë, përdorin një kaset, kam mësuar për mundësh, një kaset atë përdorin gjithmonë. Por në këtë rast, si mendoni ju Zoti Merkoçi, Rama do ta përjashtoj sepse e treta u thye që i pat vendosur kufiri? Po, dëgjoj, përjashtimin ata e kanë edhe kështu si mod partia atje. Ajo, dëgjoj, po ta vesh re Spiropali në atë çfarë thotë që Spiropali nuk e shkruaj vetë atë, ti je bindur se e shkruaj Fatmir Xhafa, ajo nuk diskutohet. Por nuk mendoni që është dorë e saj aty? Po ja, aty është Fatmir Xhafa që lojën. Pse, akoma se keni kuptu. Fatmir Xhafa, grupi Eriobilia është G99 më përtën. Po ndoshta atëherë ju po thoni që është aktivizuar grupi G99. Grupi ka qenë aktivizuar. Herë ngre kokë, herë shuhet. Kur i hidhet kocka, shuhet. A kuptoni? Se mos harroni se Fatmir Xhafa nuk është se ka ardhur sot në atë parti. Është më i vjetër asaj partie. Mos harroni se ka dhe një person tjetër. Se më kujtuat, Zoti Merkoçi, më rikthyet dosja Velia që se kemi marrë vesh edhe sot kush është redaktori, po. Se edhe për postimet e tij pati dilema atëherë. Po patjetër më. Pikërisht pra herë ngrihen dhe në momentin që doli dosja Velia, që ju kujtohet, Rama i ofroi Fatmir Xhafës komisionin parlamentar për hetimin për kontrollin e SPAK-ut, apo jo? Institucione drejtësisë, po. E kuptoni domethënë, pra hidhet një kocë, pastaj bien qet, pastaj ngrihet një gjë, bëhet një gjë. Hiqet ky, sepse ky është edhe lufta ndërmjet Belinda Ballukut edhe grupit tjetër, se aty janë 3 grupimet, dashmë di. Është grupimi Fatmir Xhafës, grupimi Ramës dhe grupimi Belinda Ballukut. Mos kujtoni se Belinda nuk ka forcë. Unë ja u kam thënë me kohë, bashkë kemi diskutuar, që kur Belinda mori akuzën dhe u shpallë pandeu, unë ju kam thënë Rama nuk do ketë fuqi ta shkarkoj dhe Belinda nuk jep të rreqë. E keni thënë edhe në biseda që ne kemi zhvilluar bashkë. Jeni korrent për këtë. Sa ka dalë nga SPAK-u, këtë deklarat kam bërë. Ju madje më thatë sa doni nga SPAK-u vajte Arben Rakipi, po e mbaj mend. Po pikërisht pra për ne po të them që janë disa gjëra, dëgjoj, ka një problem me këtë punë që nëse ti nuk je koherent në gjithë kohën, nëse ti nuk ajo që i them edhe te Partia Demokratike, ju nuk njihni historinë e Partisë Demokratike. Duke mos njohur historinë e Partisë Demokratike, ti bie viktim. Sepse duhet njohësh edhe historinë, se kanë dalë shumë grupe nga Partia Demokratike. Dhe të gjithë grupet ku kanë përfunduar?
Kam përfunduar në parti çka. Pastaj janë shuar. Pra, ai që ka bërë mend të kandidojë, ju thoni që më përpara duhet zhvilloj një bisedë me Neritan Cekën dhe të tjerët. Jo, s'ka nevojë të bëj bisedë. Ai duhet të bëj një lëvizje tjetër. Për shembull, unë i kam thënë, edhe kur doli Saliani, thashë, kush është paneli Salianit? S'ka. Vetëm Saliani. Se nuk kam panel. Nuk kam njerëz mbrapa. Pra, del një heri dhe pastaj bën atë. Po si partitë e reja, one man show. Po kështu e ka bërë filloi që ketë Ceka, Selami, grupi 52-shës, që shkoi Pollo, Patozi, e ku di unë shumë tjerë që kanë dalë nga partia. Deri te Topalli. Duke vazhdu deri tek Bamir Topi. Domethënë, edhe ai që ishte presidenti i Republikës nuk arriti dot të bëj asgjë. A nuk arriti të marrë dhe mandatin në Tiranë? Patjetër, nuk arriti pra të bëj asgjë. E kuptoni domethënë se në çfarë niveli politik është Shqipëria, se kjo tregon nivelin politik të Shqipërisë. Tu nuk është problemi te Partia Demokratike. Unë nuk e shoh thjesht ke Partia Demokratike. Partia Demokratike është aseti i Shqipërisë. Partia Demokratike nuk është vetëm e antarësisë. Partia Demokratike është e shqiptarëve. Që është aset. Është ngritur me gjake, me munde e parti. Dhe nuk mundet të shkoj në këtë lloj forme. Dhe e njëjta gjë ndodhet te PS-ja. Me që u rikthyet te PS-ja, kush nga dy grupet ka shanse të bëhen bashkë aty? Me që ju më rënditet tre. Bashkë është Rama me Belindën, për të vetëm arsye sepse i lidhin bandat, nuk është se nuk kanë lidhje ideologjike. Aty nuk ka lidhje ideologjike. Se po të ishte probleme për luftë ideologjike ishte gjë tjetër, aty duhet vite Servetllumi pastaj. Nuk kuptoni drejt. Duhet vite Kasrut Islami, duhet. Se edhe aty është Ben Male, çfarë ishin këta. Janë në zhdu këto. Pra ideologjia ka hik atje. Atje tash jemi te ai sistemi globalist. Pra ai sistemi globalist, internacionalist është edhe aty brenda. Dhe këtu tash koha evolon, ecën dhe këta mendojnë se partia merret me TikTok. Partia merret se sa like e morë ti te një shkrim. Dhe nuk merret në më thoni Elisa çka ka deklaruar deri më sot. Absolutisht asgjë. Publikisht me zë, nuk është se ka artikuluar, thjesht kemi parë vetëm ato tezat në Facebook. Po më tezat e Fatmir Xhafës, po problemi është që edhe në Facebook çka ka artikuluar, çka ka thënë. Ka thënë që nuk drejtohet partia kështu, unë njërin tjetër, të dihen. Ajo partia është drejtuar që në 41-shit. Nuk është se po drejtohet sot. Se ajo lloj forme është. Përjashtimet në parti kanë notë që në 41-shin, nuk është se janë bërë sot. Aty ka eliminimin mrena partisë. Dhe po ta vesh në thekë, pra ne them, ajo ka ngelur po te ajo parti, sepse ajo godet partinë dhe pastaj thot partia ime më shkarkon, partia ime më godet, partia ime më fal, për partinë tim unë jap jetë. A do që lloj ideologjie. Pra nuk është se do kemi një fund të saj nga PS-ja. Shikoni po aty ka lidhja ajo, nuk ka lidhja ajo. E kupto, dëgjoj. Ajo lloj partie unë thash kur arriti të eliminoj koka ishin të mëdhaja për ato partifla. Pavarësisht se për mua janë kundërshtar politike edhe. Por vlerësimi duhet bërë, nuk kam çfarë bëj. Nuk keni ndërmend Blushin. Të gjithë pa përjashtim. Thash të gjithë pa përjashtim. Nuk diskutoj asnjë. Të gjithë pa përjashtim u përjashtuan dhe në momentin që u përjashtuan këta njerëz, nuk kishte reagim të brendshëm. Që të thotë prit më si po e përjashton ti këtë. Si po e heq ti, e mora si shembull Servetllumi, ideologun e partisë. U hoq spati asnjë. Iku Kaçistan, iku Blushi, iku ajo gruaja tjetër, fizikantja. Nuk pati asnjë lloj reagimi. Hafizi, bravo. Nuk pati asnjë lloj reagimi.
Pra, këta reagojnë në momentin kur ti shkarkon. Zoti Merkoçi, ka shanse që ky të jetë në skenari Ramës si e kanë nxjerr për të parë sa do thith apo? Dgjoj, në këtë lloj lëvizje që bëhet, quajmë lëvizje, gjithmonë dalin pa edhe kundërshtarët. Dashje pa dashje dalin pa edhe kundërshtarët, dalin pa edhe ato që këta i quajnë miq. Dhe harrojnë një gjë kryesore, në politikë nuk ka mik. Të futesh në politikë dhe të dalësh nga politika me një apo dy mik është gjë shumë e madhe. Politika nuk ka miq. Nësa këta ecin me idenë se këta e ka mik. Nuk ka mik në politikë. Politika ka alternativë, kaos, rrugëzidhje, përballje. Je zoti të përballesh. Nuk je zoti përballesh në shtëpi. Nësa këta e quajnë miqësi, në momentin që ti i quan miqësi, ti tregon se nuk ke lidhje fare me politikën. Dhe ajo që kam thënë pastaj, që i mbetën prapë besnik dhe po ndodh në të gjithë krahët, ndodh që brezi 30 vjeçar është brezi që shkatron Shqipërinë dhe brezi që po shkatron Shqipërinë. Dhe Elisa është brezi 30 vjeçar. Mos harron. Tani do ta lidhem pak edhe me drejtësinë. Ju më thatë 3 grupe brenda PS-s. Njëra nga këta 3 grupe tani ka problemet me drejtësinë. Kemi pas kontrollet ditë e fundit. Sipas mediave përdosin Balluku. Ndërkohë që prokurori çështjes edhe shefi i SPAK-ut sapo rikthyen nga Amerika u kryen këto kontrolle. Ju si shikoni, do ketë një riaktivizim, pra një rikthim në publik të kësaj çështje, ndoshta me akuzë të re për zonjën Balluku? E parë që Balluku ka akuza, pafundme nuk ka nevojë. E kam fjalën për korrupsion këtu. Po pra për korrupsion po të flasim. Sepse janë rrugë të rame, tunelet, me... Po, deri tani është shkelja barazisë në tendera. Po, dgjoj. Në reforma drejtësi këtë solli, kur ne u ngritëm ku në kësaj reforme, unë personalisht paktën jam njeriu i vetëm për vite që ndenja i vetëm në atë kundërshti, të gjithë këta që flasin sot, kryesisht kanë qenë kundra me. Sot dalim, po me tezat që kam hedhur në atë kohë, dalin këta tani. Rasti më konkret është jam njeriu që kur këta votuan 140 veta kushtetutën, kanë dalë në media, qoftë me shkrim, kanë bërë shkrim, qoftë në rrjetet sociale, apo dhe në media vizive, kam dalë, dhe kam deklaruar, kam thënë faleminderit që na vendosën diktaturën. Atë kohë, kam pas reagim shumë të ashpër. Por, një nga pikat që ne kemi qenë në për seminare, ku këta vetë persona që sot dalin kundra apo ankohen, kanë qenë funksionar, shtetar. Një nga problemet ka qenë përdorimi i kafazit në sallë gjyqit. Po që është kthyer edhe tani. Tani po flasim gjithë. Në momentin që këtë e kemi ngritur, unë dhe Samir Visha, dhe kemi ngritur, unë e kam ngritur qoftë fillimisht si në mënyrë individuale, pastaj e ngritëm edhe si shoqata e avokatëve penalistë dhe Samir kryetari i shoqatës, dhe e kemi ngritur këtë çështje në reformën në drejtësi. U hodh poshtë. Po nga këta. Nga këta. Po këta tashti që janë kohen për këtë gjë. Po tani janë kohen sepse u erdhi vetë aty, prandaj u futën vetë kafaz. Argumentat që ne kemi përdorur, po i përdorin këta tani. Dhe ne, si nismëtar, apo si ideator, apo si kërkues, ne nuk pyetemi fare. Ose nuk ka kurajë civilit që thotë që ore këtë e ka kërkuar shoqata, mos ta përmendin emrin tim, s'ka gale, as Samirit. Po thotë shoqata e avokatëve penalistë ka kërkuar gjatë reformës këtë. Dhe nuk u pranua. Siç janë bërë shumë kërkesa nga ana ime në reformë. Qoftë edhe për kushtetutën. Kur unë kam thënë që kjo është palavos kushtetutë, nuk është kushtetutë shqiptare. Por kanë dalë persona që kanë qenë edhe ministra në atë kohë, që e mbronin me pathos, dhe sot dalin kundra. Se kjo është paradoksi në Shqipëri. Në momentin që janë në pushtet, në karrike, veprojnë ashtu si që thot kryetari, jo partia, kryetari. Dhe në momentin kur ikin nga posti, fillojnë
dhe shajnë, se këta as nuk din kritikojnë, këta vetëm shajnë. Shajnë dhe nxjerrin pastaj të palarët e njëri tjetrit. Mirë po Spaku, të kthehemi pak e Spaku. Spaku tani, për mua Spaku, unë kam qenë kundër kësaj reforme, Spaku po kthehet në ato që unë kam kërkuar kur u bë vitingu gjyqtarëve, unë kam thënë nuk mund të bëhet ky lloj vitingu në këtë lloj forme se duket si gjyq popullor. E kundërshtuan. Ishin po gjyqtarët që hodhën gjykat, atë që unë kërkova dhe pastaj gjykata e bëri. Por ky lloj veprimi tashmë po del edhe tek ish presidenti i Republikës. Si mundet një gjykat të marrë një vendim për të fut kamera dhe për ta bërë gjyq publik ish presidenti i Republikës? Po shëturshëm. Shëturshëm. Avokati dhe presidenti, ish presidenti mund ta kërkoj, po ti nuk mund ta bësh, sepse degradon shtetin. Thjesht degradon shtetin. Ju po thoni që për figurat shtetërore duhet kujdesemi. Po patjetër. Po nuk mund ta nxjerrësh ti ish presidentin me pranga e me kamera, e të maj fjalime, e të bëj retorika sepse ai kërkon ta kthejë në gjyq politik. Po si mundet ta degradosh vendin në këtë lloj gjëje? Si mund ta degradosh drejtësinë në këtë lloj gjëje? Po pse ti nuk je ngritur për ata njerëz të cilët gjykohen në kafaz për një cigare hashash? Dhe ti tashmë thua pse duhet të jem unë? Po ti e ke vendosur, ti e ke firmos, ti e ke bërë. Nuk e kam bërë unë. Por kjo gjykat, pavarësisht nga të gjithave, do të marrë dhe reputacionin qoftë gjykatës, qoftë prokurorisë, qoftë hetimit, qoftë gjykimit. Nuk mundet të bëhet gjyq publik, se ky quhet gjyq publik, të futen mediat atje të shohin, ç'a të shohin? Ç'a po dënon ti? Holokaustin po dënon ti? Nurembergun po dënon ti? Për krime lufte po i dënon ti këta? Zoti Merkoçi, për të rikthyer edhe një herë te çështja e Ballukut, nëse ju si mendoni, do ketë një shtyrje përpara se në fund të vitit të kaluar, opinioni publik 90% fliste që të paktën në opinionet, në dalje televizive, në banaqet mediatike që tani Spaku është një hap larg kryeministrit, janë ndërkombëtarët, amerikanët, presioni e të tjera, ndërkohë që kjo është fry e gjitha, edhe si duket dhe ndërkombëtarët amerikanët më shumë janë të interesuar për kartelet sesa për çështje tenderësh apo që mund të shtyjnë përpara agjenda të caktuara. Ne presim gjithmonë, apo kemi pritur gjithmonë që çështjet tona t'i zgjidhin ndërkombëtar. Dhe me i foto ne shtym një 6 muaj. Bëj foto ai me një ambasador apo me një njeri dhe shtym një 6 muaj me atë. Se kështu është mbërmos ky popull këtu, kështu e ka, domethënë, ky lloj gjithmonë duke pritur godon. Po, ky lloj ushqimi është dhënë. Rama në asnjë moment nuk e ka të lehtë për sa i përket drejtësisë. Është e kuptueshme që ndërkombëtarët më tepër kanë çështjen e kartelit drogëve. Dhe po ta veni re, sa herë ka pas një lëvizje të Spakut apo thirrje në Amerikë, gjithmonë ka ndodhur një veprim. Dhe një nga veprimet që ndodhi kësaj radhe ishte arrestimi i Ervis Matës. Kjo ç'lidhje ka me të që po flisim? Po sepse mos harroni që të gjitha aferat, të gjitha lejet janë dhënë nga Rama, më duket. Edhe kjo që është këtu te ekspozita Shqipëria sot, nga Rama është dhënë leje. Një vizitor që Ervis Mata. Ku hyn tek e gjitha tek piktura politike kjo? Po patjetër për ne po them që hyn tek piktura politike për të vetëm arsye sepse këta janë të lidhur të gjithë kullat që bëhen në Shqipëri janë me lek droge apo. Se nuk ka biznesmen. Se janë biznesmen partish, janë oligark partish. Këta nuk janë biznesmen, se nuk mund të bëhesh
në mënyrë kategorike nuk mund të bësh miliarder brenda një 30 vjeçarit pa pasur asgjë në xhep. Pa pasur asgjë në xhep nuk mund të bësh. Ju po thoni që po futet krahu ekonomik. Po patjetër. Dgjoj. Do të kuptoni një gjë që politika shpreh koncentrimin ekonomik nuk është asgjë më tepër. Nëse ti godet ekonominë, politika ikën mbaron. Pra, këtu po goditen, dhe kjo lloj strategjie është strategjie ndërkombëtare, por ka një problem që ne shqiptarët nuk presim dot. Nuk presim për një arsye sepse na ka ardhur tika aty ku s'mban më. Dhe kjo është mos e vërtet. Dhe këtu është gjithë problemi që a presim dot ne strategjinë që kanë ata. Mos harrojmë se Gjermani për shembull ka dosin e call centerave. Mi po këtë dosje call centerave që kanë Gjermani është vllai kryeministit në listë parë. Gjithë goditjet që po bëhen për call centerat po bëhen qoftë nga Italia, qoftë nga Franca, qoftë nga Gjermania, apo jo. Xibraka ishte Në fakt gjitha dosjet që Spaku ka finalizuar nga jashtë kanë ardhur transkriptime. Pikërisht pra këtë po them që mirë po ndërkombëtarët tani kanë atë strategjinë e tyre. Nuk kanë strategjinë tonë. Problemi është ky Spaku ka vepruar, nuk ka vepruar. Ky Spaku në momentin kur ju hodh poshtë kërkesa për heqjen e imunitetit Bilita Ballukut, Spaku kishte të gjithë materialet në dorë për akuzë tjetër. Dhe Spaku nuk mori kurajën që ta merrte dhe t'i dërgonte rishtas shkres për një akuzë tjetër Bilita Ballukut. Kjo tregon që edhe Spaku nuk është koherent me situatën apo me dëshirën. Ndoshta kanë marrë çik zemër tani që u kthyen nga Amerika. Po sa herë janë kthyer nga Amerika? Jo, flas për këtë të riu. Se këta Amerika nuk ka nevojë të shkojnë në Amerikë, se Amerikën e kanë aty, për sa kohë FBI është aty. Nuk ka nevojë të shkosh në Amerikë. Në Amerikë ta shkojnë japin llogari, pse nuk i bëjnë më? E kuptoni apo se kuptoni? Po ky generali që do vin tani, mendoni që do i shtyj përpara? Po një herë ta provohet një herë, gjëja e parë. Kaloj një herë. Pastaj diskutojmë a do shtyj përpara apo do shtyj mbrapa. Po si duket ai me sa kam lexuar dhe këta ekspertët më shumë ka ardhur për një rol rajonal se sa vetëm brenda Shqipërisë. Një staturë e tillë. Po mirë, e shihni ju që vjen ambasadorja e Greqisë. Po. Amerikane e Greqisë vjen dhe firmosin në Shqipëri. Dhe bën një show. Po ndoshta vendimet për Shqipërinë tani merret nga ambasada në Athinë. Edhe për gjithë rajonin. Bëhet një show fantastik. Sa ti shqiptarët e hanë kujtojnë se $6 miliard do vinë në Shqipëri. Në të njëjtën kohë që nëse do lexohet pastaj drejt, jo vetëm që nuk vinë në Shqipëri, por ka mundësi që shqiptarët edhe të pagujnë. Pra do thoni të pagujnë $6 miliard për gazin e lëndshëm që do marrin nga Shtetet e Bashkuara. Po. Investimi do bëhet në Greqi. Po këtu ne jemi nyje në këtë rast apo thjesht jemi tranzit? Pra kemi ndorë që të vendosim në kush për këtë projekt? Absolutisht asgjë. Absolutisht asgjë dhe nuk është asgjë për Shqipërinë, për të vetëm arsye sepse ne nuk e kemi industrinë e gazit. Unë nuk di se ka në një qytet, për shembull, të palunshëm si Tirana e Zem apo Fieri, që janë qytete të mëdha, që banesat e tyre të jenë me impiant në gaz. Pra që ti ta marrësh dhe ta përdorësh gazin në familje. Që tu është... Po për te kësaj, ne jemi port hyrëse në këtë rast, apo është Greqia? Sepse me sa ti është Greqia? Në Greqi do bëhet gjithë investimet. Janë 5 vende ballkanike të cilat do marrin të lloj gazin nëpërmjet tubacioneve. Një nga këta, Shqipëria si vend pikë strategjike që na e ka falë Zoti, se nuk është se e kanë bërë këta. Pikë strategjike që ka falë Zoti, ka bërë që ky tub të kalojë në Shqipëri. I vetmi gjë që mund të jetë pozitive e jona është që ne mund të marrim dhe të përdorim atë tecin që ka ngel atje në Vlorë. Ku është ai teci gazit që ka ngel atje në Vlorë? I vetmi gjë që mund ta përdorim. Por ka një problem. Nëse ti do bësh, ti nuk ke infrastrukturë një, gjë e parë. Po s'po e marrin vesh edhe Vlorën, e duan për tec gazi, e duan për Pashalimanin për anijet apo e duan për turizëm? Pikërisht pra,
Këtë po të them që nuk ke infrastrukturë, ti akoma nuk e nda. Mirë, po ka dhe një problem tjetër. Mund të ketë edhe një prapaskem tjetër. Ka një prapaskem tjetër për vetëm arsye sepse ka një plan ku gazi apo nafta nga Arabia Saudite futet në Gaza, Palestinë. Nga Palestina vjen Izrael, nga Izraeli vjen në Qipro, nga Qipro vjen Greqi, nga Greqia vjen Vlorë dhe nga Vlorë ikën në Itali. Kjo është një gasjellës, një plan të cilën e ka bërë Izraeli. Dhe rubineta do jetë në Izrael. Turku e ka kundërshtuar dhe ka nxjerrë një linjë tjetër. Pra ka përplasje të tilla. Pra kjo lloj marrëveshje mund të përdoret edhe për këtë. Por nga ana tjetër mos harrojmë se ka edhe një marrëveshje tjetër. Në det, dy kompani rezultojnë se duhet të bëjnë çmime për nxjerrjen e nafte dhe gazit. Po më duket kanë filluar në Greku, e firmosi atë. Mirë, po problemi është se ky territor kujt i takon, ne nuk kemi ndarë vijën kufitare. Po s'ka pas asnjë reagim pak, as nga Tirana zyrtare për lajme që qarkulluan në mediat greke që do nis çmimi. Po pse ju prisin që të reagojë Rama? Po sigurisht. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Dhe duke bërë këtë 6 miliardë dollar, duke e shitur se ky 6 miliardë do vinë në Shqipëri, që s'vjen as i lek, vazhdojmë bëjmë këtë pjesën tjetër dhe ne tërheqim vëmendjen nga kufirit detar, për të cilën Greku vetë deklaroi që ne nuk e kemi fare në tavolinë, si më thënë, të çështjen e kufirit, sepse ata nuk e kanë tavolinë, jo pse kanë frikë Shqipërinë, apo nuk e marrin Shqipërinë. Problemi është sepse, nëse ju kujtohet, ka bërë një deklaratë Turqia kur u vendos kufirit detit, do vendosësh kufirit detit dhe Turqia i tha ati kujdes ta nëse ti do ta bësh në këtë lloj forme këtu, unë do ta bëj unë atje. E kupton? Se ka edhe konfliktin ndërmjet precedentin që nuk ka caktuar kufit. Kështu që këtu po luhet një lojë të cilën në gjeopolitik do ta kuptosh dhe do të marrësh të gjithë faktorët, nuk merret vetëm një faktor veçmas. Mirë po, në këtë moment Rama krijon edhe një marrëveshje për ndërtim anijesh në Pashaliman, në të njëjtën kohë që Pashalimanin Rama e ka dhënë turqëve, tash unë s'di se si do zgjidhet. Po tani Rama largon turqit merr italianët. Po si do t'i largosh? Me Kosta. Do t'i largosh si Baçelli që i mbyllet televizionin për interesat e tua personale dhe shqiptarët paguajnë miliona euro, dollar. Kjo i levertiste edhe Greqisë besoj largimin turqëve nga aty, se e kanë pikop. Nuk kuptove, po kush është Kosta që pagun? Ora përfundimi është e bëjmë të gjithë bisedën, kur vejmë vizën në fund, do dalim pozitiv apo negativ. Kur vejmë llogaritën në fund fare, do dalim me humbje që ne do marrim dhe do paguajmë përsëri. Ju më keni thënë dhjetor, pra kjo është vijim asaj që ju më keni thënë dhjetor që Rama me Erdogani si ka punë të mirë me tani. Po prandaj po të them që tash për interes të një individi dhe kthehemi këtu, aty ku na dhe më tepër. Pra, Rama po merr dhe po e copton Shqipërinë. Rama po e shet. Rama po bën çdo lloj lëvizje për të qëndruar në pushtet. Mos harroni. Sot është data 30, nesër është data 1 maj, do shihni, do ketë më sindikata që të ngrihen, tu ka vdek sindikalizmi. Dhe në momentin që ti nuk reagon si popull, po popujt nuk reagojnë me parti politike. Popujt reagojnë me sindikatën. Sindikatën këta parti politike i shkatruan. Kjo politike shkatroi sindikatën. Se po kthehemi nga një për ta kuptuar drejt. Dhe sot ne kemi një kryeminist që bën çdo gjë dhe nuk i hyn gjë, fal çdo gjë. Po, të lutem, zoti Merkoshi, edhe diçka kam tek pjesa e trekëndshit që po luhet tani Turqi,
Greqi, Itali. Mund të kemi një bashkëtesë aty mes italianëve dhe turqëve pa Shaliman edhe në kontekst të lutem edhe në vëmendje vizitën e kryeministit kthimit nga Greqia, çfarë mund të jetë diskutuar pra. E kam fjalën ajo që po luhet në jug e gjitha. Sa aty është edhe harta territoriale që mund të psoj ndryshime tani, pra janë shumë gjëra për momentin në jug. Ajo që ne kemi shkatruar dhe kemi bërë që pavarësisht se ne kemi arritur ta nxjerrim Shqipërinë nga Kuriq, por thash fal pozicionit gjeografik që është, ka fal Zoti se kam fal ta, ne jemi një pikë strategjike. Dhe një politik kombëtare do bënte që ajo të ngele pikë strategjike. Pra, mos të kthehesh as në turizëm, as në tubacione apo ku di unë në njërën tjetrën. Po të ngele pikë strategjike ushtarake, siç po vjen situata sot dhe po tregon lufta në lindjen e mesme apo në Ukrainë, po tregon që jemi prapë lufte. Dhe ne nuk duhet të nxitemi nga posti personal i një njeriu për të shitur strategjinë e këtij vendi. Se Rama do iki nesër. Problemi është që na ngelet ne. Dhe futja në konflikt i 3 vendeve në një vend i cili është bazë ushtarake. Ka qenë jo sot, po ka qenë ndër shekuj bazë ushtarake. Që në kohë të romakëve ishte si pikë strategjike. Otomanët e përdorën si pikë strategjike. Rusët e përdorën si pikë strategjike. A do pranoj Erdogani që ti nga aty po? Pikërisht pra dhe të përplasësh vetëm për interes personal, tëndi, duke treguar apo duke dhënë një emër Amerika, që edhe këto kompanitë që vinë, vërtet janë Amerika, se do dali njësoj si e shpiragut. Amerika dhe pastaj në fund fare u mbyll me Amerika dhe nuk u dha llogari fare për 10 vjet që hiku ai naft, ku hiku ç'a bërin, si bëri, nuk u dha asgjë. Dhe vjen puna tani më nxjerrim këtë lloj skeme. Tani, kjo lloj skem është në favor Shqipërisë apo jo? Gjë e parë. Kush është në favor të kombit? Po nëse ti i bën pazare, një herë shkon në bordin e paqes, ke Trumpi, pastaj shkon në Spanjë, ke samiti kundër Trumpit, është hajde ta gjejmë, me kë jemi. Dhe ajo që e kam thënë gjithmonë, Shqipëria është akoma nuk është caktuar se në çka do ketë, pavarësisht deklaratave. Sepse u bë 100 vjet që Shqipëria është caktuar rrugë kalimi, që është në konferencën e Jaltës. Shqipëria u la rrugë kalimi dhe Shqipëria akoma është rrugë kalimi. Prandaj ndodhin të situatat që ndodhin në Shqipëri, se nuk ka absolutisht askush veton themi ose partner, se ne i bëjmë gjithë partner strategjik, një herë Itali, një herë Turqi, një herë Greqi, një herë. Kemi të tre. Edhe gjithë, kush ta del, ne i bëjmë partner strategjik. Dhe Rama e ka kuptuar këtë lloj loje, sepse ka edhe atë këshilltarin e ka Izraelit, kështu që e ka kuptuar këtë lloj loje ai edhe vazhdon luan këtë, ashtu siç bëri me vizitën e tij në Greqi, të cilës turpi më i madh ishte që Greku kërkon që të regjistrohen shqiptarët që kanë marrë shtetësi greke, në shtetësinë greke të regjistrohen si grekë në Shqipëri. Kjo është një parapaskenë shumë e keqe, akoma më e keqe, sepse kjo është shitje territori në mënyrë të moderume. Shitje territori në mënyrë të moderume. Ajo që u dha minoritetit grek, që ishte një gjë tjetër e keqe, që u dha toka, ju dha në pronësi, dhe ju dha e drejta pastaj, me i dekret, ju dha e drejta që atë tokë ta regjistrojnë katastrat greke. Tashmë po kërkohet që shqiptarët të regjistrohen si minoritet në Shqipëri dhe e gjithë pasuria e tyre të kalojë në katastrat greke.
Kujdes, është shumë e vështirë. Qoftë edhe për ta kuptuar, është pak e vështirë. Pra një shqiptar që prej vitesh jeton në Greqi nga Mirdita, po e marr si shembull, i bie që kthehet minoritet grek në Mirdit. Po. Janë dhe caktoi edhe numrin 200.000. Dhe kryeministri ynë nuk dha asnjë lloj ndihmë për këtë. Për këtë kërkesë nga doli, si doli. Si doli kjo kërkesë, nga doli. Nga çta volin, nga çbisedime doli. Se asgjë nuk lind në moment. Ju si mendoni, do ta pranojë në fund qeveria shqiptare? Mos harroni se kur bëri Spiro Pali një vizitë paracakosh, kur ishte ministri i jashtëm në Greqi, ju deklarova që Spiro Pali ka vajt për detën dhe gjëra të tjera. Dhe doli që Spiro Pali vërtet pas ka dalë për detën dhe këto që po deklarojnë sot. Por Spiro Pali në atë kohë nuk i tha. Pra, ka dorë të kjo? Po patjetër, mëse këta janë gjithë manikinat e Ramës. Nuk bëjnë këta në kokë vetë. Këta do bëjnë çfarë thotë Rama. Dhe unë jo më kot e kam quajtur ky ka ndërtuar mafian shtet. Se nuk ja kam vënë kot këtë lloj emërtimi. Dhe këta janë ata të cilët shkojnë, bëjnë bisedime, takime, pikërisht për të dërguar mesazhet e tij. Ato çfarë Rama ju shkruan. Ata lexojnë atë. Nuk lexojnë gjë tjetër. Se nuk mundet, kur është përvoja e Spiro Palit për qenë ministre i jashtme, koka diplomacisë, Fajkonica. E kupton? Ku çojmë ne Fajkonicën e degenerojmë fare? Ku i qisim përballë Spiro Palit? Apo këtë që është sot, ky tjetri, që s'ka asnjë logjike. Bëjmë vetëm atë që ai thot kryetari. Pra, diplomacia është politikë. Jo politikë, po është e partisë. Pra, çfarë thot partia, çfarë thot kryetari është diplomat. Dhe për 35 vjet ne nuk kemi pas asnjëherë diplomat. Kemi pas thjesht funksionar partish. Dhe prandaj kemi arritur në këtë lloj pike. Ku sot 45% e shqiptarëve janë të larguar. Ky është ai programi i famshëm i atij globalizmit, Sorosit, që këta nuk guxojnë ta përmendin. E përmendin nga herë kështu si fjalë. Por veprime konkrete nuk kanë bërë kurrë. Nëse ju kujtohet, kam thënë një herë në emisionin tuaj që Partia Demokratike do të bëjë një kërkesë bashkisë për të hequr Sorosit titullin qytetar ndër Tiranës. Dhe nuk e bën. Para vitit duket se kemi bërë të bisedë. Dhe nuk e bën. Dhe nuk e bën akoma. Dhe i thot vetes Partia e Djathtë. Nuk kanë mundësi të bëjnë një qëndrim. Qoftë edhe kundër Amerikës. Qëndrim kundra jo në kuptimin ta kundërshtosh, që unë se kam ta kundërshtosh. Problemi është që ti për një veprim që bëth u jo vlla, nuk jam dakord për këtë se është 1 2 3. Jo. Këta ngren kartonin gjithë. Këta nuk patën turp, bën ligj nominal me emër të Ramës. Për bord. Që Rama është pjesë të bordit të paqes. Dhe këta ngretën, opozita ngreti kartonin. Ishte turpi më i madh. Po, Zoti Merkosi. Përdoret dhe gjithmonë në 35 vjet është bërë kjo lojë. Në 35 vjet është bërë kjo lojë. Është përdorur emri Amerikë për të mbyllur çdo gjë. Që ti nesër, nëse do ta kundërshtosh, do thotë ti je anti-amerikan. Pra, këta që kanë qenë gjithë jetën, që këta janë kundër Zotit tjerë. Apo që kundër Zotit s'ke marrë çdo gjë. Kam edhe diçka të fundit me që e hapëm temën e asaj që po ndodh në Pashaliman. E shikoni ndoshta si dorë të Greqisë si lobim për të larguar turqit nga aty? Jo vetëm turqit, edhe italianët. Jo, italianët erdhën, pa kanë fjalën për të larguar turqit. Më mirë italianët se turqit për ta. Kanë ardhur akoma, jo, mos kujtoni se marrëdhëniet e Greqisë me Italinë janë të mira. Ju duket sikur janë të mira, nuk janë të mira. Nuk janë të mira sepse italianët kanë një pozicion tjetër. Shifeni edhe në luftën me Iranin. Italia ka dalë kundra, Greku ka hapë gjithë bazën. Mos e shifni se ka kontradiktë në mjet shteteve.
nuk është kaq e thjeshtë dhe nuk do të pranoj kurse si Italia që të ngre një kantier ndërtim anijesh dhe komshit këtë grekën me një gazsjellës apo një X apo YG, e cila dëmton pikërisht pjesën ushtarake, sepse edhe kur ndërtohet një pjesë ushtarake ka një distancë, perimetër quhet, një perimetër sigurie dhe nuk mund ta lejojë këtë. Prandaj tha që ka konflikte. Përveç pastaj Turku që ka investuar, janë investime aty tash. Tash do kthesh investimet mbrapsht. Si do bësh? Prandaj thash, është kostoja që do e paguaj shqiptarët. Prandaj thash, kjo marrëveshje u dha 6 miliard dollar investim, por ne çfarë do bëjmë? Do fitojmë apo paguajmë? Në këtë retorikë është që ne duhet paguajmë, se do paguajmë kostot. Dhe fitim s'kemë. Por u shit si një marrëdhënie shumë e mirë e Ramës me Trumpin, apo administratën e Trumpit. Pra, ne nuk bëjmë një politikë kombëtare, sepse këta kanë frikë, ta përdorin edhe termin nacionalist. Që duket gjë e keqe, se këta duan globalizmin, duan internacionalizmin, ta nuk njohin kufi. Për momentin duket se gjitha rrugët shojnë Vlorë. Zoti Merkoçi, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve. Të jam mirënjohës për mendimet që ndat me publikun tonë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju.